بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të kanë vetëm Allahu subhanahu wa taala, mëshira Allah që me pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Me lejnë Allah subhanahu wa taala, sot do të flasim rreth një teme që kemi menduar të titulojmë rrugën e shpëtimit. Transmetohet në një sahabi i cili quhej Uqbata ibn Amir radiallahu anhu thot: "Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", e kom taku thot Muhammedin alayhi salatu wassalam, "fa bada'tuhu fa akhadhtu bi yadihi", e kom përshëndeti përpara dhe e kom ka për dorë, fa qultu ya Rasulullah, dhe i kom thonë o dërguari i Allahut, "Man najatul muslim", qysh shpëton muslimani, ose ku është shpëtimi i besimtarit, ose cila është mënyra për me shpëtu muslimani. Qal, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ya Uqba, o Uqba, emlik alejke lisanek", bëhu pronar i gjuhës tone, kontrolloj gjuhën tone, "o lisa'ake bejtuk", dhe shtëpia jote në tjetë vendi ku rrin më së tepër, ku kalon kohën e lirë më shumë te në tjetë shtëpia jote, "o wabki ala khati'atik", dhe vajtar për gjunat e tua. Me lejnë Allah subhanahu wa taala do silë në rreth këtij hadithi mësimet që nxirren nga sahabiu dhe mësimet që nxirren prej fjalës së Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sahabi Uqbata ibn Amir al-Shuhani radiallahu anhu është prej sahabëve të mëdhej të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kurse Allahu subhanahu wa taala me të gjithë sahabët ka qenë i kënaqur radiallahu anhum. Allahu subhanahu wa taala ishte i kënaqur me ta. Në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala i lavdron sahabët dhe i urdhëron muslimanët që të ecin sipas asaj që kanë ecë shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe ta kuptojnë, sqarojnë dhe punojnë me Kur'an ashtu sikur që e kuptonin, sqaronin dhe punonin shokët e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Në një ajet thot Allahu subhanahu wa taala: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw", nëse besojnë sikur që besoni ju. Kjo ajet kur ka zbrit, kush ka qenë besimtar? "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi", nëse ata besojnë sikur që besoni ju. Kujt i ka zbrit kjo ajet? Muhammedit alayhi sallam. Kush ka qenë këtë kohë besimtar? Veç sahabët, tjerë besimtar s'ka pas. Andaj Allah ka thonë, nëse ata besojnë sikur që besoni ju, faqad ihtadaw, këta janë të udhëzuar. Për ndryshe, nëse nuk besojnë sikur që besojnë sahabët, nuk janë të udhëzuar. Andaj, fillojmë me edukatën, diturien dhe dertën e këtij sahabiu. Ky sahabiu thot: "Fa bada'tuhu", e përshëndeta i parë unë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe përshëndetja, selami, besimtarët duhet të nxitohen në mes veti, cili po përshëndet i pari tjetrin. Për shkak se ai që përshëndet i pari ka shpërblim më shumë se ai që prit të përshëndetet, ose më shumë se ai që nuk ka mujt jetë i pari. Për atë Allah subhanahu wa taala i nxiti besimtarët që të veprojnë vepra të mira. E përmendte Allah subhanahu wa taala xhenetin dhe tha: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun", në të bojnë gara, në të shtyhen kush po të mhin i pari në xhenet. Pejgamberi alayhi sallam në një hadith tha: "70.000 prej ummetit tim kanë me hyrë në xhenet bila hisabin wala adhab", pa llogari as pa u dënuar. Njëri prej parishme tha: "Ja Rasulullah, lutë Allahun të jem prej tyre." Njëri prej tyre, pejgamberi sa më tha: "Ti je prej atyre." U çu i dytë tha: "Ja Rasulullah, lutë edhe për mua." Pejgamberi tha: "Ja, se të ka marrë të parën ky." Andaj kjo është vlera e nxitimit në vepra të mira. Njëra pejgamberi alayhi sallam ishte në Medinë dhe kërkonte nga muslimanët sadaka, kërkonte për nevojat që i vinin muslimanëve. Dhe gjithsecili kishte ngurrim tjetër i para që jep sadaka. Derisa një njeri me një grusht hur, ma shumë pak sadaka, e la para Muhammed alayhi dhe hapi rrugën atë të tjerë marrë me pru sadaka. Pejgamberi alayhi për këtë i pari që dha shumë pak, a kishin masatina që dhan shumë, pejgamberi për këtë parin tha: "Ai që e ngjall, ai që e bën një vepër të mirë, një sunet të mirë,
e merr shpërblimin e vet, është shpërblimin e të gjithë atyre të cilët vinë pas tij deri në ditën e Kiametit, pa u paksuar atyre të cilët punojnë pasi që e kanë nisur këtë rrugë të mirë. Andaj çështja e parë është të nxituarit me selam. Pejgamberi sallallahu në haditha a dëshironi të mësoj diçka e cila e shton dashurinë mes muslimanëve, e cila u badja mundson me shkuën në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, e cila u ngrit drejtë tek Allahu subhanahu wa taala për hapjen e selamin mesin e juaj. Dhe jeni të parë ata të cilët jepni selam. Allahu subhanahu wa taala në rrugë ka dikush për muslimanëve, pret me dhon dikush selam. Thotë nuk vllaf mirë, mos vllaf si japëçën. Kjo nuk është edukat e muslimanëve. Tjetri thotë unë jam më i madh, ai do të më dhon selam mua. Tjetri thotë unë jam më i dishëm, ai do të më dhon selam mua unë atina. Kjo është ajo e keqja e cila mund me ngjit muslimanëve. Andaj besimtarët duhet të nxitojnë çështja e parë, të nxitojnë me selam, dhe nxitimi në selam ka shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë thot ky sahabi Uqbah ibn Amir pasi që e përshëndet atë pejgamberin alayhis salam e mora për dorë, e ka për dorë alayhis salam. Ne kemi pas dëshirë shumë me qenë afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me taku Muhamedit alayhis salam. Dhe me respektu ashtu sikur që meriton të respektohet një dërguar i Allahut. E lutim Allahun me që se kemi parë këtë dynja mos na ndaloj ta shohim ditën e Kiametit. E lutim Allahun që të ringjallë me Muhamedit alayhis salam. Por pejgamberi alayhis salam në një hadith ka thonë al-ulama warathatul anbiya. Dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët nuk kanë lënë trashëgimi dinar as dirham, por trashëgimia atyre është detyria. Andaj nëse ne kemi pas rastin të takojmë me Muhamedit alayhis salam dhe shën respekti për vlerën e tij takomi për dorë, kemi rastin të takojmë me dietarë dhe njerëz të cilët e transmetojnë fjalën e Muhamedit alayhis salam. Andaj nëse respekti është i madh për ta, është sigur që të respektohet Muhamedi alayhis salam, për shkak se respekti që u bëhet njerëzve të cilët e transmetojnë fjalën e Muhamedit alayhis salam, automatikisht llogaritet edhe respekt për Muhamedin alayhis salam. Dietarët Allahu subhanahu wa taala i lavdrojnë Kur'an. Nëpërmjet atyre besimtarët njerëzit udhëzohen. Nëpërmjet tyre për shembull ti dhe unë e lypmi xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Ata bën shkak që më largu nga kufri dhe nga shirku. Ata bën shkak që më mësua halalin dhe haramin, andaj ata meritojnë respektin e lartë dhe meritojnë që kur t'i pyesim ata, t'i pyesim me një metodë, me një mënyrë e cila është mënyra më e shkëlqyeshme. Ky e kapi Muhamedi alayhis salam pasi e përshëndeti, e kapi për dorë dhe e bën një pyetje. Në dëgjoni çfarë pyetje i bën ky Muhamedit alayhis salam, që se s'ka është dërti këtë sahabiut, shqyrë se sa ky e ka dërt çështjen e tij. I thot, ja Rasulullah, oj dërguari i Allahut, men najatul muslim, qysh shpëton besimtari. Mendoni tash me ardhur rasti neve më taku me ndonjë dietar. Cila kish më qenë pyetja e parë që kishim janë me abatina. Në niveli i pyetjeve tona a është i ngjashëm me nivelin e pyetjeve të cilat i bënin shokët e Muhamedit alayhis salam. Çka interesante këtë sahabiu? A interesante me vetë çka mendon për filon, çka mendon për festekun? A interesante me vetë për gjëra të kota që nuk ja vlen njeriu me humkohen me dietarin ose me pejgamberin e Allahut me këtë çështje? A interesante çështja e dikujt tjetër, vetëm çështja e tij. Dhe ja Rasulullah, o dërguari i Allahut, men najatul muslim, çish më shpëtue. Andaj preokupimi i gjithë secilit besimtar duhet me qenë çish më shpëtu ky për vete. Dhe vetja e jote është më e rëndësishme se çdo kush tjetër në këtë dynjë. Allah subhanahu wa taala në Kur'an ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, o ju besimtar, o ju musliman, ruani veten e juve fillimisht dhe familjet e juve prej zjarrit të xhenemit, kurse rrugja e vetes nga zjarri i xhenemit, komentatorët e këtij ajeti kanë thonë, është duke mësuar fjalën e Allahut dhe duke praktikuar atë që urdhon Allahu dhe duke u larguar nga ajo që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Kjo përfundon pjesa e nxjerrjes mësimeve nga ky sahabi. Tash filloj me fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. I tha ja Uqba, o ti Uqba, emlik alejke lisanek, kontrolloje gjuhën tonë. Kjo një prej punëve e cila të shpëton ditën e Kiametit. Kontrolloje gjuhën. Gjuha me të flet atë që ti e mendon dhe e dëshiron dhe është në përputhje me atë që ka thonë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam.
Për shkak se me një hadith pejgamberi subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa inna al-'abda la yatakallamu bi kalima." Robi, njeriu ndodh që e fol një fjalë. Aleikum salam. Dhe kjo fjalë është fjalë e cila e hidhron Allahu subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, dhe kësaj fjalë që nuk i jep shumë rëndësi, yahwi biha fi jahannam, për shkak se fjala Allahu subhanahu wa taala që në jahannam. Aleikum salam. Në hadithin tjetër pejgamberi alayhi wasallam tha: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe ditën e Kiametit, në të flet mirë ose në të hesht. Hadithi pejgamberit alayhi wasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kush e beson Allahun dhe ditën e Kiametit, besimi në Allah dhe besimi në ditën e Kiametit janë dy prej kushteve të imanit. Imani ka kushte të tjera. Besimin në melajket, besimin e librat, besimin e pejgamberët, besimin e caktimin e Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi wasallam asnjë prej këtyre si përmendi, vetëm tha ai që beson Allahun dhe ka lejt tek e fundit, ai që beson ditën e Kiametit. Jo rastisht ka ardhur besimi me Allah dhe besimi me përmendja e besimit me Allah dhe përmendja e besimit në ditën e Kiametit, pastaj këshillat që folni mirë ose heshni. Komentatorët e hadithit kanë thonë ai që beson Allahun, kuptimi i këtij hadithi është ai që beson Allahun dhe e din se ka më ringjall para Allahut edhe një herë me i përsërit që të fjalë që ka folë në dynjë, falyakul khair, atëherë fol mirë ose hesht, mos fol hiç. Për shkak se çdo fjalë që e fol, Allah subhanahu wa taala thon Kur'an: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk e shqipton njeriu asnjë fjalë, vetëm melekët ja shkruajnë atë fjalë që e ka shqiptuar. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kush ka fol mirë ka me patë Allah subhanahu wa taala. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kush ka fol keq ka me patë Allah subhanahu wa taala. Andaj çka mendon? Nëpërmjet gjuhës njeriu ka mundësi me shah, me ofendue. Ka mundësi njeriu me rret nëpërmjet gjuhës. Ka mundësi me bë gibet. Ka mundësi me betur e rreshëm në emrin e Allahut. Ka mundësi me fol për Allah me padituri. Ka mundësi gjuna, shumica e gjunave. Shumica e kufrit dhe shumica e shirkut, dhe shumica e nifakut bëhet me gjuhës. Shumica e njerëzve të cilët hinë në zjarmin e xhenemit hinë për shkak të gjuhëve të tyre. Shumica e kufrit bëhet me gjuhës. Shumica e shirkut bëhet me gjuhës. Shumica e gjunave bëhet me gjuhës. Andaj pejgamberi alayhi wasallam tha: "Imlik alejke hadha", ose "Imlik alejke lisanek", nëse dëshiron me shpëtue këshillën e parë që e ke nga unë, është kontrolloje gjuhën tonë, për shkak se çdo fjalë që e flet të shënohet, ndodh që fjala nuk ka kushton vëmendjen ti, por për këtë fjalë që s'e ke kushtuar vëmendjen, shkon në zjarmin e xhenemit. Mundesh me qëndrua për gjithmonë zjarr, mundesh me qëndrua si në hadithe të tjera ka ardhur 70 vite për një fjalë që si jep rëndësi njeriu, 70 vite hin në xhenem. Allahu subhanahu wa taala na ruaj prej tij. Në ngjarje e cila ndodhi me disa shokë të Muhamedit alayhi wasallam. Dhe mesin e tyre ishin disa munafik. Disa munafik, një herë prej herave, një prej betejave, pasi që e kishin kaluar natën në tenda, në sabah ishin qua dhe njëri prej tyre me thot, duke u përqesh me pejgamberin alayhi wasallam dhe me sahabët, thot Muhamedi alayhi wasallam dhe këta sahabët e muslimanët kanë frigacak, edhe po hanë shumë, veç kanë qenë me hangër shumë, edhe barkat i kanë të mëdhaj. Që ka si formë hajgare. Ai e foli ke fjalë disa tjerë keshen. Se foli mirë. Allah subhanahu wa taala zbriti një ajet: "Laqad kafartum ba'da imanikum", keni bë kufër pasi që keni besuar. Pse keni bë kufër? Por shkak se keni bë hajgare me Allah, me pejgamberin e Allah subhanahu wa taala dhe me muslimanët. Dikush tha, na vetëm kem të qu kohën. Allah tha, efe billahi, a me Allah do me qu hajgare, do me bo, me ajetet e Allah, do me pejgamberin e Allah do me bo hajgare. Andaj ata të cilët bojnë talje me fenë e Allah, ose me diçka që ka pru Allah dhe pejgamberi alayhi wasallam, dhe ata që qeshin me ata të cilët bojnë humor, të dytë janë kufar. Në këtë çështje është bëmakia shumë prezente ndërherë të muslimanët. E çojnë muslimanë në kafir të bëjë talje me fenë e Allah, të bëjë humor, edhe këtë familja kishin mashallah se çka bën këtu. Ai që tallet me fenë e Allah, dhe ai që kesh me atë që tallet me fenë e Allah, nëpërmjet gjuhëve të tyre, bën kufër dhe nëse nuk pendohen, hinë në xhenemin e Allah subhanahu wa taala për gjithmonë. Pejgamberi alayhi wasallam i urdhroi muslimanët që gjuhat e tyre të i shfrytëzojnë për mirë.
Kush e beson Allah dhe ditën e Kiametit në të flet mirë ose në të hesht. Andaj prej fjalëve të këqija dhe veprave të këqija duhet të largohemi dhe ta shfrytëzojmë gjuhën, ashtu sikur që tha pejgamberi alayhis salam, "Wala yazalu lisanuka ratban min dhikrillah", në të jetë gjuha jote vazhdimisht e preokupuar dhe angazhuar me të përmendurit e Allahut subhanahu wa taala. Përmendja e Allahut subhanahu wa taala është prej çështjeve madhore të cilat ka mundësi me i vepru besimtari. Allah subhanahu wa taala thon Kur'an, "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar", namazin ndalon nga keqja dhe amoraliteti, wa la dhikrullahi akbar, e përmendja e Allahut është më e madhe se sa namazi. Me thon subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Disa komentatorë të këtij hadithi, të këtij ajeti kanë thonë se përmendja e Allahut është vlera e saj është më e madhe se vetë namazi, kurse disa të tjerë kanë thonë sikur që largon namazi nga keqja dhe amoraliteti, përmendja e Allahut largon më shumë nga e keqja dhe amoraliteti se sa namazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha, "Kalimatani khafifatani ala al-lisan", janë dy fjalë shumë të lehta për gjuhën, thaqilatani fil mizan, janë shumë të rënda në peshorën e Allah subhanahu wa taala, habibatani inda ar-Rahman, shumë i dan Allah subhanahu wa taala të fjalë, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Kush e shqipton këtë, Allahu subhanahu wa taala ja mbjell një pemë në xhennet. Andaj cili është më i mirë, ai i cili gjuhën e vet e shfrytëzon duke përmendur Allahun, apo ai i cili me gjuhën e tij i bën mëkat gjuna Allahu subhanahu wa taala. Këshilla e dytë, të cilën ja e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabiu, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa liyasa'aka baytuk", shtëpia jote në të jetë vendi ku e kalon më së tepër me kohën e lirë. Shtëpia jote në të jetë qëllimi jot. Shtëpia jote në të jetë vendi ku dëshiron me net më tepër me. Shtëpia jote në të jetë vendi në të cilën e kalon kohën që nuk e ke domosdoshme me dalë prej shtëpisë. Dietarët kanë përmend disa prej dobive të qëndrimit të besimtarit në shtëpi. Prej tyre kanë thënë ai që qëndron në shtëpi është më i lirë për ibadet se sa ai i cili nuk qëndron në shtëpi. Ibadetet janë të shumta, kurse koha është e ngushtë. Edhe për çudi disa prej muslimanëve kanë kohë shumë. E ta kanë një përshëm muslimane, thot hisë sot të jesë dita diçka sot. Që sot të jesë dita, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah, për çdo minutë jetë shku ka vorre. Obligimet e Allahut kërkon si ke krye hiç. Peshorja e veprave të mira është të prit me të mot veprat. Ura asiratit është të prit me kalue. Mbi xhenem ki me ec. Edhe duke se s'po shkon koha nuk po afrohesh ka xhenemi. Obligimet janë shumëta. U mundu me i dhonë të gjitha obligimet, koha nuk del me i kry të gjitha. Qa shumë ka obligime. Po na nuk dojmë me obligu vetën tonë. Na mendojmë se obligime është me falë 5 kohë namaz dhe s'ka tjetër obligim mo. Wallahi, obligimet janë shumë se kjo. Njeriu ka shumë obligim. Njeriu ka obligim për veten e tij, ka obligim për prindërit e tij, ka obligim për gruan e tij, ka obligim për fëmijët e tij, ka obligim për kushit e tij, ka obligim për të afërmit, vetë për njerëzit sa ka obligim. Pa i përmend obligimet që kemi ndaj Muhamedit alayhis salam, për mbrojtjen e sunetit të tij, obligimet që kemi ndaj Kur'anit për mbitjen e fjalës së Allahut, obligimet që kemi ndaj muslimanëve për me mbrojtë gjakun dhe ndjenjën e tyre, dhe obligime të shumta që vallahi me i dhonë zor, koha nuk në del, qatë shumë kemi obligime, a ka dikush për njerëzve thot, dalë me që kohën se s'përshkon koha heq, wala hawla wala quwwata illa billah. Çështja e dytë, ai që rrin në shtëpi gjatë kohës së lirë, e mbron veten e tij nga gjunohat, ma shumë se sa ai i cili kohën e lirë e kalon dikun tjetër jashtë shtëpisë. Ai që rrin në shtëpi, është i mbrojtur, e ka të mbrojtur syrin e tij për mos u shikuar haram. Ai që del në rrugë, erë me qëllim, erë pa qëllim, ka me shikua haram. Ai që rrin në shtëpi e ka të mbrojtur veshjen e tij nga harami. Ai që kohën e lirë ka lënë në rrugë nuk është sikur ky. Ai që rrin në shtëpi është më i afërt për halal dhe më larg nga harami se sa ai i cili nuk rrin në shtëpi. Ai i cili kohën e lirë e ka lënë në shtëpi është i mbrojtur nga sherrri i njerëzve. Nëse kohën e lirë e ka lënë në shtëpi nuk del problem me njerëzit në rrugë. Dhe njerëzit janë të mbrojtur nga sherrri i këtij.
As ky nuk i bën dëm dikuna. Nëse kohën e lirë e kalon në shtëpi, as dikush nuk bën ty sherr, pshton nga sherri atynve që më vazhdon rrugë dikon ose në një vend tjetër kishin bën dëm ndoshta, as të tjerët nuk kishin pas dëm prej teje. Dhe thot autori i librit dhe çuditë me një çështje. Ka dikush prej njerëzve del nga shtëpia atij herët, kur fëmijët e tij janë gjumë. Dhe kthehet në shtëpinë e tij vonë, kur fëmijët e tij apet janë gjumë. A din ky se ka kanë shku fëmijët e tij gjatë ditës? A din ky kush ka në shtëpi, a kush ka dalë për shtëpi gjatë ditës? A din ky a janë fal fëmijët e tij, a nuk janë fal gjatë ditës? Ky nuk e ka idenë se çka të ndodh me familjen e tij. Është në shtëpinë e vet si musafir. Allahu thon Kur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruani veten juve dhe familjet e juve prej zjarrit të xhenemit. Mbrojtja prej zjarrit të xhenemit është duke i praktikuar urdhat e Allahut dhe të largu nga ndalesat e tij. Rrugja e vetes, rrugja e familjes, kanë thonë komentatorët e Kur'anit me mësua halalin dhe haramin. Ku jam mëson te halalin dhe haramin? Kur këdon në mëngjes atë kanë qenë flet, kur e kthyja apet natën kanë qenë flet. Pe ka me mësuaj akidën e pastër, ku pikona me mësua? Pe internetit, a pe televizorit, a pe rrugës, a pe shoqënisë prishur. Vallahi nëse vazhdohet kështu, fëmiu, nëse ti je besimtar i mirë, po aki e këtë gabim, dhe e lën qështu familjen larg e kujdesit ton, dhe larg edukatës tone, edhe pse domet e tjera janë të shumta, përveç këtyre që përmendimi, për atë i cili largohet nga familja, për shkak se familja ka nevoja dhe obligime, a nëse si kryen, ai që duhet me krye, ata kanë me lyp që ndërkohë me krye, ato që ka qenë dash me krye ky, atëra nëse fëmijët e tu nuk e marrin edukatën për teje, kush po mendon që ka më ta eduku fëmijën tonë? Pejgamberi alayhis salam e mësoi këtë sahabi dhe nëpërmjet tina muslimanët që mos të dalin nga shtëpitë e tyre pa nevojë. Dhe dalja nga shtëpia bëhet vetëm atëherë kur dalja është më e dobishme se sa qëndrimi në shtëpi. Vetëm që atëherë duhet me dalë për shtëpisë. Por ndryshe rrit të shtëpia. Më mirë është me në shtëpi se sa me dalë me hiç kot. Dalja nga shtëpia bëhet vetëm atëherë kur vlerësohet se me dalë është më sevap se sa me ne. Do thonë se ka një obligim, nëse ka një punë, nëse ka një domosdoshmëri, nëse ka një çështje që nëse del është më hajër se sa me në shtëpi dilet. Por ndryshe nëse ajo që del nuk është më sevap se ajo me në shtëpi, duhet me në shtëpi. Çështja e tretë, në të cilën e këshilloi pejgamberi sa këtë sahabi, tha wabki ala khati'atik, vajto për gjënat e tua. Gjënat janë shumë. Pejgamberi sa në hadith tha gjithsesi cili njeri është gabimtar, por më i miri ty është ai që pendohet. Kurse pendimi më i mirë është pendimi i cili shoqërohet me vajtim. Kjo është shkalla më e lartë e pendimit. Njeriu ka bërë gjëna, ka kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala, e ka thyer urdhin e Allahut subhanahu wa taala, por tek ky duhet me kërku falje te Allahu. Kërkimi i faljes me vajtim është shkalla më e lartë e përuljes dhe shkalla më e mirë e tëubës e pendimit që ka mundësi me bën njeriu. Allahu subhanahu wa taala kur i nënshmoj ata të cilët nuk bënin tëube, tha fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiya. Firauni dhe ata të cilët ishin qufar, ata e mohun Allahun dhe ishin përplot gjinoha. Përveç se nuk u pendun të Allahu, ata e mohun edhe pejgamberin alayhis salam dhe e kundërshtuan, e për shkak të gjinohave të tyre, Allahu subhanahu wa taala i futi në zjarrin të xhehenemit. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala tha për mëkatarët, të cilët nuk pendohen, as nuk vajtojnë për mëkatet e tyre, se kanë me hangër ushqim të xhehenemit dhe kanë me pi pije të xhehenemit, la ya'kuluhu illa al-khati'un, nuk e han atë ushqim përveç se mëkatarët, ata të cilët i kanë bërë gjëna Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam ata i cili vajton prej frikës prej Allahut, e llogariti ose futi në njërin prej 7 njerëzve të cilët do të hinë në xhennet, të cilët do të hinë në hijen e arshit të Allahut, ditën kur nuk ka hije përveç hijes së arshit të Allahut. Për tyre tha pejgamberi alayhis salam, wa rajulun dhakara Allah khalian fafadat aynahu, është njeri i cili kur e përmend Allahun dhe është vetëm në vetmi nga frika për Allahut subhanahu wa taala dhe nga gjinat, duke ditë vetëm dhe mëkatet e tij, i dalin lot prej frikës së Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lavdroi ata njerëz
të cilët vajtonin dhe qanin para Allahu subhanahu wa taala për mëkatet e tyre. Allahu subhanahu wa taala tha: "Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh." Ata tha Allahu subhanahu wa taala ishin njerëz të cilët Allahu ju pardon të mira, prej pasardhësve të Ademit dhe të Nuhit alayhis salam, wa min dhurriyyati Ibrahim wa Ismail, prej pasardhësve të Ibrahimit dhe të Ismailit, wa mimman hadayna wa ijtabaina, prej atyre të cilët i padnuzu dhe i largum nga haramet, idha tutla alayhim ayatul rahman, kur lexoshin atyre fjalët e Allahu subhanahu wa taala, harru sujadan wa bukiya, banin sejdë për Allahu subhanahu wa taala dhe vajtonin. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala tha: "Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin." Duke i lavdruar Allahu shokët e Muhamedit alayhis salam, a ne duhet përpiqemi të jemi sikur që ishin ata. Allah subhanahu wa taala tha: "Sahabët kur ndëgjonin ndonjë pjesë që i zbritte Muhamedit alayhis salam, tafidu min ad-dam ayunuhum, syt e tyre mbusheshin me lot nga vërteta të cilën ja dha Allah subhanahu wa taala dhe thonin: "O Zoti jon, na shkruaj prej atyre të cilët kemi besuar dhe prej atyre të cilët jemi kthyer tek ti me pendim." E lutim Allahu subhanahu wa taala që të na bëj për atyre të cilët e kontrollojnë gjuhën e tyre. E lutim Allahun që shtëpitë tona të bën vend në të cilin e kalojmë kohën e lirë. E lutim Allahun që të na bëj për atyre të cilët kanë vajtojnë për gjunat e tyre. Wa qulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.